Mirëmbrëma të gjithëve nga ky edicion qendror informativ në Top Channel, fillimisht titujt kryesor. SPAK njoftoi se ka çuar për gjykim 27 emra të njohur të botës së krimit, të akuzuar se organizonin vrasje kundër njëri tjetrit. Ervis Martinaj, ish deputeti i Partisë Socialiste Arben Doka, Durim Bami dhe kreu i bandës Avdylajve, janë pjesë e dosjes voluminoze të hartuar nga prokuroria e posaçme. Avokatët mbrojtës të Erion Veliajt kërkojnë t'i jepet dosja kryebashkiakut pasi në të kundërt procesi nuk mund të vijojë. Në kundër përgjigje ndaj SPAK-ut që tha se dokumentat janë dorëzuar me USB, avokatët theksojnë se kryebashkiaku nuk ka kompjuter në burg për t'i hapur, ndaj dhe nuk mund të njihet me dosjen. Sali Berisha tha se gjatë analizës që do të nisë në Partinë Demokratike nuk do të bëhet gjueti shtrigash, por do të gjenden të gjitha ata që kanë bashkëpunuar me kundërshtarin në zgjedhje. Berisha zbuloi se ka takuar Ilir Ali Mehmetin, një nga organizatorët e foltores paralele. Përshëndetje, ndër të tjera në lajme do të ndiqni, burgjet shqiptare janë të mbushura me të dënuar që vuajnë probleme shëndetësore dhe ka nevojë për ndihmë të specializuar. Një pjesë e madhe e tyre kanë probleme të shëndetit mendor dhe duhet që të trajtohen veçmës. Sipas gazetës The Times, emigrantët ilegal që ndodhen në Britani mund të deportohen në Maqedoninë e Veriut, pasi mes dy vendeve kanë nisur bisedimet zyrtare për hapjen e qendrave të rikthimit të tyre, opsion që Shqipëria e refuzoi gjatë këtij viti. Fondacioni Bamirësisë fundjavë ndryshe ka mbushur 10 vite nga krijimi. Me frymën e solidaritetit njerëzor është bërë mundur shpëtimi i jetës së 200 fëmijëve, ndërtimi i 700 banesave dhe ndihma për mijëra persona. Prokuroria e posaçme antikorrupsion ka njoftuar se mbylli hetimet dhe ka dërguar për gjykim 27 persona të njohur të botës së krimit, antar të disa grupeve kriminale të akuzuar për vrasje, bashkëpunim në vrasje dhe trafik droge. Në dosjen e SPAK janë edhe emrat e Ervis Martinajt, ish deputeti socialist Arben Doka dhe i shpalluri në kërkim Durim Bami. Ata u zbuluan nga komunikimet në Sky ECC. Ndjekim bashk raportin e Anila Hoxhës. SPAK zyrtarizoi akuza dhe dorëzoi në gjykatën e posaçme 27 të pandehur, të cilët e dyshon se bëjnë pjesë në disa grupe kriminale që dolën në dritë nga komunikimet në aplikacionin Sky ECC, teksa planifikonin të vrisnin kundërshtarët apo të kultivonin drogë dhe ta trafikonin atë. Në krye të listës së SPAK në njoftimin zyrtar është renditur ish deputeti socialist Arben Doka, ndaj të cilit rëndojnë 6 akuza, duke nisur nga tentativa për të vrarë Alex Ndrekën dhe Durim Bamin, ngjarje për të cilat dyshohet se aktivizoi të akuzuarit e tjerë Ardian Tuku, Samuel Ndoka, Vincenz Tuku. Megjithatë, ish deputeti vazhdon ende në kërkim, me një mas tjetër siguri e arrest në burg, ende të pazbatuar nga drejtësia. I pandehur ndonse në kërkim dhe ish dukur pa gjurmë prej verës 2022. I është dorëzuar gjykatës edhe Ervis Martinaj, që akuzohet për 13 vepra penale. Martinaj shikohet si i kreu një grupi kriminal dhe sipas SPAK planifikonte në bisedat e kryera në Sky ECC të vriste mes të tjerash Leonard Dukën dhe Fatmir Hysenin, e po ashtu tentoi të eliminojë edhe Durim Bamin, një herazi i kërkuar nga drejtësia. Nga ana tjetër edhe Durim Bami akuzohet për planet e tij që i dështuan t'i realizojë, mbasi bisedon në aplikacione dhe planifikon të vras Arben Dokën, Tori Xhexukën dhe Eriges Miasin. Bami gjithashtu konsiderohet si grup i strukturuar kriminal që kultivoi edhe drogë me ndihmën e oficerëve të policisë. SPAK thot më tej se ka zbardhur edhe atentatin e telekomanduar në Tiranë, ku mbeti plagosur rënd prej ngjini një vrasje kryer për gjakmarrje dhe që mbeti në tentativë, deklaron SPAK. Te kjo ngjarje akuzohen Elson Reçi, Fatmir Troplini, Klodian Shahini, që gjithashtu cilësohen si grupi strukturuar kriminal. Dhe teksa të gjithë këto emra ekspozohen për të vrarë palën tjetër, e pala tjetër po ashtu për të vrarë kundërshtarët, SPAK deklaron se ka zbardhur episode të kultivimit të kanabisit në Shqipëri, çka ka sjell akuza edhe për ish funksionar policie, si Henri Gert Mitri dhe Altin Morina. Ky fundi dikur pjesë e forcave speciale Renea. Të pandehurit e tjerë Ardian Tuku, Kasandër Noga dhe Edmir Pietri, sipas SPAK, kanë organizuar një grup kriminal me qëllim trafikimin e drogës drejt BE-s, një ngarkesë e cila u bllokua në Malin e Zi.
Avokatët mbrojtës të Erion Veliajt kërkon të jepet dosja kryebashkiakut pasi në të kundërt procesi nuk mund të vijojë. Në kundër përgjigje ndaj SPAK-ut, që tha se dokumentet janë dorëzuar me USB, avokatët theksojnë se kryebashkiaku nuk ka kompjuter në burg për t'i hapur, ndaj dhe nuk mund të njihet me dosjen. Avokatët mbrojtës të Erion Veliajt ngrenë sërish shqetësimin se kryebashkiaku nuk ka ende asnjë provë në duar që të ushtrojë një mbrojtje efektive në gjykatën e posaçme antikorrupsion, duke theksuar se nuk mund të vijojë procesi. Reagimi vjen si kundër përgjigje ndaj SPAK që sqaroi një ditë më parë se dokumentet janë vënë në dispozicion avokatëve përmes një USB-je. Procesi nuk mund të vijojë pa u garantuar më parë që i pandehuri dhe mbrojtja janë njohur në mënyrë reale dhe jo formale me materialet mbi të cilat do të zhvillohet gjykimi, një standard i pandryshueshëm në çdo sistem të së drejtës. Mbrojtja e Veliajt i përgjigjet prokurorisë së posaçme edhe mbi pretendimin se seancat paraprake në GKK janë shtyrë për shkak të mungesave të pajustifikuara të avokatëve. Çdo shtyrje është vendosur nga gjykata pas vlerësimit se kërkesat ishin të arsyetuara dhe të domosdoshme për ushtrimin e mbrojtjes. Pavarësisht mungesës së kohës së mjaftueshme dhe mungesës së aksesit të plot në materiale, përfshir faktin që zoti Veliaj nuk ka ende në dispozicion asnjë provë të dosjes, mbrojtja ka punuar intensivisht për të qenë plotësisht bashkëpunuese me gjykatën dhe për të mos u bërë shkak vonesash. Kryebashkiaku i Tiranës ndodhet në paraburgim prej shkurtit dhe përballet me akuzat për pastrim parash, mosdeklarim pasurie, korrupsion pasiv dhe shpërdorim detyre. Ky është Top Channel. Sali Berisha tha se gjatë analizës që do të nisë në Partinë Demokratike nuk do të bëhet gjueti shtrigash, por do të gjenden të gjithë ata që kanë bashkëpunuar me kundërshtarin në zgjedhje. Berisha zbuloi se ka takuar Ilir Ali Mehmetin, një nga organizatorët e foltores paralele. Sali Berisha është në kërkim të tradhtarëve, të cilët në 11 maj nuk punuan për partinë, por për kundërshtarin politik. Absolutisht ne nuk jemi parti e gjaut shtrigave, por ne shëmbyll as nuk jemi. Ju e pat, mbaruan zgjedhjet, pati nga ata demokrat që kishin marrë dhe rrogën e deputetit të Partisë Demokratike, të tjerë antar kryesie, e tjerë, që shkuan dhe u punësuan, u bën drejtora, këshilltar në strukturat e narkoshtetit. Pati të tjerë që gjatë fushatës elektorale nuk kanë punuar një ditë. Pati të tjerë që shkuan me pushime në fushatë elektorale, apo dhe që punuan për Partinë Socialiste. Nga analiza e brendshme nisur në bazë pret identifikimin e personave të cilët ndikuan në disfatën elektorale dhe llogaridhënie. Por a do të ketë prerje kokash nga ky proces? Fatin e të ashtu quajturve tradhtar, Berisha ja la në dorë demokratëve. Do japim shpjegimet, do japim llogari, do marrim përgjegjësi. Pra kjo është e domosdoshme. Do jenë strukturat që do përcaktojnë qëndrimin ndaj tyre. Vet nuk ka në plan të bëj kurban asnjë drejtues politik. Kushdo ndryshim leadershipi duhet të pres zgjedhjet e prillit. Pas analizë ne hymë shkojmë drejt Kongresit Zgjedhor. Ne shkojmë. Po, ka mendime, e them këtu, të qarta që në Partinë Demokratike do të ndahen funksionet. Dhe kjo do ndodh. Por të gjitha këto do bëhen me vullnetin e antarësisë Partisë Demokratike, me vullnetin e demokratëve. Asgjë nga pozicione private. I mbyll derën çdo lloj presioni që vjen jashtë oborrit të PD-s, por portën e lë hapur për çdo zë kundër apo kritik. Njëri prej tyre është edhe Ilir Ali Mehmeti, që i ka shkuar në zyrë këto ditë. Ka kërkuar takim dhe e kam pritur. Kemi bërë një bisedë, kjo analizë bëhet brenda partisë. Si ta duan të hapur me media, të mbyllur pa media, si të kenë qef. Asnjë takim privat nuk më impresionon. Asnjë takim privat. Ndërkohë do ndigjohet çdo zë brenda forumeve. Në të gjitha degët e Partisë Demokratike ka nisur procesi analizës së brendshme ku kërkohet hetim në çdo kuti, proces ky që pritet të zgjasë 2 muaj. Burgjet shqiptare janë të tejmbushura me të dënuar që vuajnë probleme shëndetësore dhe kanë nevojë për ndihmë të specializuar. Një pjesë e madhe e tyre kanë probleme të shëndetit mendor dhe duhet që të trajtohen veçmas. Burgjet në Shqipëri janë të mbushura me të dënuar të sëmur, nga të cilët 494 prej tyre nuk duhet të trajtohen më si të burgosur, sepse janë me mas mjekësore detyruese dhe vuajnë nga probleme të shëndetit mendor. 906 të burgosur të tjerë trajtohen nga sëmundje kronike, kurse 124 të tjerë
trajtohen çdo muaj me metadon, mbasi janë kartelizuar edhe si përdorues droge. Këto të dhëna shqetësuese Top Channel i ka siguruar në një kërkesë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, që ngresh shqetësimin dhe kërkon që Ministria e Shëndetësisë të marrë përgjegjësinë për ata të sëmurë, të cilët vuajnë nga shëndeti mendor dhe janë nënshtruar mjekimit të detyruar. Jemi në pamundësi absolute, deklarohet zyrtarisht nga burgjet, për pritjen dhe akomodimin e këtyre personave, mbasi kapaciteti është vetëm 200 persona. Ky shqetësim është parashtruar edhe më herët dhe është dërguar të gjitha gjykatave, të gjitha shkallëve, e po ashtu edhe institucioneve të drejtësisë, ku flitet jo vetëm për mbi popullim, por edhe për shkelje të drejtave të njeriut. Në shkres thuhet mëtej se megjithse janë caktuar 2 mjek psikiatër për trajtimin e personave me çrregullime të shëndetit mendor, asnjëri prej tyre nuk është paraqitur në detyrë, ndërkohë që në burgun e Lezhës mbahen 294 shtetas te kapacitetit të shtretërve. Por pavarësisht apeleve, gjykatat kanë vijuar të shpallin masat mjekësore bazuar në kërkesat e prokurorëve. Për këtë kategori të dënuarish, ndërkombëtarët kanë ngritur vazhdimisht kritika, ndërkohë që kategoria tjetër trajtohen në Spitalin e Burgut në Tiranë, i cili për shkak të mungesës së kushteve i transferon të burgosurit sipas diagnozave në spitalet e tjera. I fundmi që ndroi jetë ishte i burgosurit Shpëtim Çeliku, që sipas njoftimit zyrtar u transferua nga Spitali i Burgut në qendrën spitalore Nën Tereza. Një i moshuar u arrestua nga policia e Durrësit pasi dhunoi me mjete të forta bashkëshorten e tij, duke i shkaktuar plagë të rënda. Në pranga ra 76 vjeçari, i cili u zbulua nga kamerat e sigurisë në pallat, teksa ushtronte dhunë barbare ndaj gruas së tij të moshuar. Një ngjarje rëndune në familje u regjistrua në lagje numër 17 të Durrësit, ku një 76 vjeçar u arrestua pasi goditi rënd bashkëshorten e tij 70 vjeçare, e cila ndodhet në spitalin e traumës në gjendje kritike. Pamjet e kamerave të sigurisë në pallat tregojnë të moshuarin që ndjek gruan në shkallët e pallatit dhe e godet disa herë me shkop druri. Policia ka sekuestruar pamjet dhe po heton ngjarjen. Megjithse nuk ka pasur denoncime të mëparshme për dhunë, fqinjët jashtë mikrofonit thonë se agresiviteti të moshuarit ishte i njohur, shpesh i lidhur me konsumin e alkoolit. Mos e mbaj të ndajtë, të qikoj jetën e vetë. Jam unë bjerë leke tu dalun, për shumë, të ha, të pije dhe se qa bëhet me shpinë. Ajo shpi ka marrë fund përse. Burrat i dhënin gratë kanë qenë punëtore, a gjëna? Nuk falet, nuk tolerohet. Sidomos ne fëmijët për shembull të kemi prindër gjallë, unë nuk doja të toleroj kurrë ti mat të vete dorë kundrejt nënës time. Vetmia që ka ngelur pleqt, së mbështetur nga kalamajt. Modeli prindërimit. Pinë raki, rrafin grun, gruaja rreth burrin, burri rreth grun. Në moshën e tretë, veçanërisht te gratë, zona shpesh mbetet e padokumentuar dhe nënvlerësuar, edhe pse pasojat janë më të rënda. Zgjedhja mund të jetë vetëm ndërgjegjësimi. Do të ketë ligje të forta që çdo njeri që të matet për atë që bën. Sa vrasin, sa presin, më mirë ndau. Në 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës, ky rast është një tjetër alarm për dhunën në familje, që prek edhe më të brishtët, të moshuarit, të cilët shpesh mbeten pa zë dhe pa mbrojtje. Rastet e dhunës me pasoja tragjike dhe humbje jete mes të rinjve janë shenjë se dhuna është një realitet social i zakonshëm në shoqërinë shqiptare. Ngjarja tragjike në Durrës, ku një 15 vjeçar humbi jetën pas një sherrri mes adoleshentësh, ndodh në një vit ku janë regjistruar edhe raste të tjera dhune me pasoja fatale për jetën, duke e bërë edhe më të dukshme rritjen alarmante të agresivitetit tek të miturit. Për ekspertët, rastet janë një sinjal shqetësues që nuk lidhet me incidente të veçuara, por me një realitet të ri social ku dhuna po bëhet gjithnjë e më e pranishme në jetën e adoleshentëve. Shkaqet që qëndrojnë tek agresiviteti i shtuar tek aktet e dhunës sigurisht janë komplekse, sepse nisin që në një mjedis që mund të jetë i dhunshëm, pra mjedisi i rritjes me familjen, ose mund të jetë një mjedis neglizhent apo me një stil shumë liberal të prindërimit, që në të gjitha rastet sjell efekte tek fëmijët sepse duhet të mësohen me kufit, me disiplinën, me rregullat, dhe mbi të gjitha duhet të mësojnë dhe empatinë brenda familjes. Psikologja Armela Beko thekson se shumë adoleshent nuk kanë aftësinë emocionale për të menaxhuar zemërimin apo konfliktin, duke reaguar me impulsivitet në situata që dikur zgjidheshin me dialog. Ndaj, duhet ndërhyrë. Është e nevojshme shumë që të ndërhyhet në të gjitha mjediset. Pra,
Patjetër që fillohet në familje ku duhet të ketë një vëmendje të shtuar ndaj sjelljeve, ndaj reagimeve, ndaj formimit të fëmijës dhe lidhjeve sociale, duke qenë i vëmendshëm për reagimet që ai shfaq në familje, duke komunikuar më tepër, duke mbikëqyrur rrafët social, pra ku fëmia përfshihet. Në këtë klim të tensionuar, brenda botës së të miturve, specialistët kërkojnë që rastet të vlerësohen realisht dhe të shihen si një thirrje urgjente për të vepruar nga të gjithë aktorët përpara se dhuna mes adoleshentëve të kthehet në normalitet të frikshëm për shoqërinë. Në raportin e progresit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë nënvizohet se nuk është bërë mjaftueshëm në sigurinë ushqimore, që nga regjistrimi i plot i kafshëve deri te monitorimi i sëmundjeve. Komisioni Evropian ka publikuar progres raportin për Shqipërinë për vitin 2025, duke vlerësuar se vendi po ecën me hapa pozitiv, por kjo nuk vlen për sektorin e sigurisë ushqimore. Pasi, në raport citohet se Shqipëria nuk ka bërë mjaftueshëm progres në kapitullin 11, 12 dhe 13. Siguria ushqimore është një nga kapitujt më të vështirë dhe më problematik për tu përshtatur sipas kërkesave të Bashkimit Evropian, ku mungesë të theksuar ka regjistri i kafshëve dhe monitorimi i sëmundjeve që vën në rrezik shëndetin e gjysës gjallë dhe të njerëzit. Verifikimi dhe regjistrimi i numrit të kafshëve në nivel kombëtar vazhdoi. Ka ende punë të madhe për të përmirësuar regjistrin e kafshëve me informacione shtesë për kafshët e tjera, siç është parashikuar në akuzën e BE-s. Në progres raport, thuhet se Shqipëria vazhdoi zbatimin e programeve për monitorimin e bruçelozës dhe tuberkulozës në grumbujt e lopëve, por ka bërë hapa pas për luftën kundër sëmundjes së tërbimit. Shqipëria nuk e vazhdoi fushatën e vaksinimit kundër rabis. Duhet të merren masat e nevojshme për të përputhur veprimet, duke ndjekur qasjen rajonale për kontrollin dhe eliminimin e rabis. AKU gjatë muajit nëntor bllokoi më tepër se 500 ton misër serb, ushqim për kafshët, pasi dyshohet se është i kontaminuar me aflotoksin. Ky aksion i vetëm është i pamjaftueshëm për Bashkimin Evropian. Për këtë arsye kërkohet që vendi ynë të bëjë më tepër analiza dhe të ndërtojë një sistem të ri laboratorësh në pikat kufitare. Trupa europiane është ndalur edhe te kërkesa e her pas hershme që vendi ynë ka bërë për çeljen e programit IPART. Bashkimi Evropian thotë se Shqipëria duhet të rrisë kapacitetin dhe mbikëqyrjen për të fituar besimin për zbatimin e programit IPART 3. Fonde këto që u ndaluan 3 vite më parë, pasi Shqipëria i keq përdori paratë e qytetarëve europian, duke i dërguar ato tek njerëzit e botës së krimit dhe jo tek fermerët. Në zonën e Kukësit, shumë pak persona mbajnë gjallë traditën e vjetër të rritjes dhe mbajtjes së baktive në shtektim. Historinë e njërës prej tyre do t'ju tregojmë tani. Në fshatin Lusën, mes maleve të Kukësit, ende qëndron gjallë një traditë e vjetër sa koha. Qazim Peposhi, afro të 60-ave, është një nga të paktët që vazhdon të mbaj gjallë blegtorinë autoktone të zonës. Prej dekadash, ai kujdeset për 150 krerë dhi, bashkë me 3 lopë, 3 kuaj dhe 4 qenë që shoqërojnë çdo ditë në mal. E vështirë është, se të më qohë njës, edhe natë të më qohë mi pa. Trek për qitje s'ka. Kurse për dyrën dark, për 12 orë i e picë të blegtoria. Me bashkëshorten, Qazimi ka ndërtuar gjithë jetën mbi këtë punë, ka rritur fëmijët, ka ngritur shtëpinë dhe u ka dhënë 3 bijve të tij arsimimin që dikur duke i pa arritshëm. Ka pas tërë fshati, ka 300 shpina shtek, fshati Lusën, ka pas këtë, ka 20-40 fjallë o boshin 5-6 copë, tani janë vesh 2 vetë kanë majë, s'ka ma, se 3 kanë ikë në këtë najtë to. Por Qazimi nuk ka ndërmend të dorëzohet. Për të, këto kafsh nuk janë thjesht bagti, janë trashëgimia e një zone, historia e një fshati dhe jeta e një familjeje që lufton çdo ditë për të mos u shkëputur nga rrënjët. Banorët në Golem të Gjirokastrës ankohen se një rrugë e re rreth 7 kilometra e ndërtuar pak kohë më parë po shembet dhe po i izolon. Segmenti prej 7 kilometër i ndërtuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në aksin Kolonjë-Golëm rrezikon çdo ditë jetën e gati 200 banorëve. Gjendja është alarmante pasi masiv malor ka nisur të rrëshqasin drejt rrugës, duke krijuar çarje dhe deformime të mëdha
në trupin e saj. Situata po rrezikon jetën e banorëve të Golëmit, të cilët lëvizin çdo ditë në një aks që tashmë është bërë i pasigurt dhe në disa zona i pakalueshëm. Banorët sot kanë protestuar dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, duke theksuar se prej ditësh presin reagimin e institucioneve. Më 2-3 vende, rruga ka shkar skarpata për shkak të mosqëndrueshmërisë terrenit këtu dhe e bën pakalueshme dhe të rrezikshme. Nga fondi i zhvillimit, si marrëvesh që është investitori, do të duhet kishte një projektues, inxhinier specifik për të parë këtë zonë sepse ne nuk kemi kompetent. Dhe normalisht me syrin ton të lirë, kushdo qoftë e shikon që kjo është balt, si balt e hedhur, dhe po ti prishësh domethënë bazamentin e parë, detyrimisht që kudo vej, i gjitha i mal që shikoni ju tani që është qarë në 3-4 breza, ai do të bjerë. Për mua kjo hyn te rrugët e lëna rrugëve. Banorët thonë se stabilizimi i skarpateve dhe vlerësimi teknik nga ekspertët duhet të bëhen pa vonesa për të shmangur izolimin e plotë zonës dhe për të shmangur në këtë mënyrë ndonjë tragjedi të mundshme. 1 në 6 çifte në Shqipëri ka vështirësi për të sjellë në jetë një fëmijë. Sipas mjekëve, kjo ndodh për disa arsye, të cilat u diskutuan në Kongresin Ndërkombëtar të Obstetrikës dhe Gjinekologjisë. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka kërkuar njësimin e protokolleve mjekësore me ato të perëndimit. Pas kërkesës së Ministres së Shëndetësisë, ekipi i profesorëve në ginekologji ka nisur updatimin dhe njësimin e protokolleve mjekësore me ato që ndjekin sot spitalet më me emër në Europë. Në Kongresin Ndërkombëtar të Obstetrikës dhe Gjinekologjisë u diskutuan të rejat që ofron shkenca sot, ndërhyrjet kirurgjikale mini-invazive, por edhe të rejat në trajtimin e infertilitetit, çka pritet të sjellin një tjetër qasje edhe në Shqipëri. Fokusi i këtij kongresi është jo vetëm shkëmbimi i eksperiencës nëpërmjet klinikave të ndryshme, por update i protokolleve, unifikimi i protokolleve, duke u bazuar edhe tek spitalet më të mira evropiane, La Sapienza, sipas një kërkese të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale për update protokollesh, për unifikim protokollesh dhe për afrimin e tyre me ato më prestigjioze në Evropë. 1 në 6 çifte në vendin ton has vështirësi për të sjellë në jetë një fëmijë dhe sipas mjekëve obstetër ginekolog, kjo lidhet me disa faktorë. Mosha e rritur, jeta e sedentare, përdorimi i medikamenteve në mënyrë jo adekuate, përdorimi i substancave, shumë infeksione, por që nuk duhet të kemi stigmë, por duhet të paraqitemi ke mjetë. Qui in Albania Është momenti të ndajmë protokollet tona, të shkëmbejmë eksperiencat pasi kështu do të përfitojnë si pacientët shqiptar edhe ata italian. Është një bashkëpunim që do të sjellë progres në fushën e kirurgjisë mini-invazive, në problemet që lidhen me infertilitetin, uljen e numrit të lindjeve, ku duhet të jeni shumë të vëmendshëm. Profesor të Universitetit të La Sapienzas në Rom vlerësuan aftësinë e ekipit mjekësor shqiptar për të aplikuar teknikat më të reja në fushën e obstetrik ginekologjisë. Sipas gazetës The Times të Londrës, emigrantët ilegal që ndodhen në Britaninë e Madhe mund të deportohen në Maqedoninë e Veriut, pasi mes dy vendeve ka nisur bisedime zyrtare për hapjen e qendrave të rikthimit të tyre, opsion që Shqipëria e refuzoi gjatë këtij viti. Nga Londra njofton korrespondenti i Top Channel Arben Manaj. Britania do i paguajë Maqedonisë së Veriut për çdo emigrant paligjshëm që vendi ballkanik do të pranojë, sipas The Times të Londrës, në bazë të një plani që kryeministri Sir Keir Starmer preson se do të ndihmojë në frenimin e kalimeve me gomonën e La Manche drejt brigjeve angleze. Nëse kjo marrëveshje formalizohet, emigrantët do deportohen në Shkup nga Londra dhe do u ofrohet atje shansi të kërkojnë azil në Maqedoninë e Veriut, por nuk do të mbahen të mbyllur dhe ndaluar në qendrat e rikthimit, apo do të kenë kufizime në lëvizjet e tyre, duke i lënë të lirë të largohen nga Maqedonia e Veriut nëse do të dëshironin. Ata po ashtu do të inkurajohen të kërkojnë azil dhe të marrin viza pune në sektorët e ekonomisë maqedonase që ka më shumë mungesa si në ndërtimtari. Sipas doktor Andy Hoxha, ekspert i çështjeve të Ballkanit në King's College të Londrës, këto qendra rikthimi janë një opsion tërheqës për të dyja palët. Nëse do arrihet të ketë një konsensus për ngritjen e kampeve, është investim në ekonominë e Maqedonisë mbi 600 milion pound në vit, ku aty përfshihet që të jenë kryesisht kompani britanike që të vinë të investojnë në Maqedoni dhe ato do jenë në fushën e sigurisë, dhe ku aty pritet që të hapen vende pune. Një pikë tjetër që është duke diskutuar dhe flitet është që Maqedonia të
konsiderohet kur të vinë në Mbretërinë e Bashkuar si qytetar të tjerë të Bashkimit Evropian dhe sistemi dhe regjimi i vizave me Maqedoninë e Veriut të trajtohet si ato të vendeve të Bashkimit Evropian. Gjithashtu pritet si pjesë e paketës që Britania e Madhe të japi garanci për mbrojtjen e Maqedonisë dhe për luftën kundër influencës ruse, duke qenë se në Maqedoni është më e lartë. Faktikisht, Shqipëria ka qenë ndër vendet e para të kontaktuara nga britanikët për një marrëveshje të tillë, të cilën kryeministri Rama nuk e pranoi gjatë vizitës fundit të Starmer në Tiranë. Koha do të tregojë nëse Maqedonia e Veriut do të përfitojë financiarisht, por dhe në trajtimin preferencial për qytetarët e saj për vizat britanike dhe qëndrimin e tyre në Britani, që potencialisht dhe hipotetikisht e humbi Shqipëria nga një marrëveshje e tillë me Britaninë, apo nëse Shqipëria ka pasur të drejtë që nuk e pranoi një marrëveshje të tillë me Britaninë e Madhe. Arben Manaj, Top Channel, Londër. Fondacioni i Bamirësisë fundjavë ndryshe ka mbushur 10 vite nga krimi. Me frymën e solidaritetit njerëzor është bërë mundur shpëtimi i jetës së 200 fëmijëve, ndërtimi i 700 banesave dhe ndihma për mijëra persona. Dje, fundjavë ndryshe po kujtoi 10 vjetorin e krijimit, duke dhënë edhe mesazhin se misioni vazhdon. Fondacioni Fundjavë Ndryshe festoi një dekadë aktivitet në një event me mbi 2000 të ftuar në sallën e ish pallatit të kongreseve, që u mbush me kontribues dhe donator, akademik, profesor, artist, personalitete të medias, krerë të institucioneve fetare nga të gjitha trevat shqiptare dhe politikan, nga kryeministri Edi Rama te ish presidentët Alfred Mojsiu e Bamir Topi. Lideri i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut Ali Ahmeti, ish kryeministri shqiptar në Maqedoninë e Veriut Talat Xhaferi dhe ish kryeministri shqiptar në Malin e Zi Dritan Abazović. Mbrëmja ju kushtua solidaritetit që na bashkon dhe mirënjohjes për anëtarët dhe mbështetësit e fondacionit, që kanë ndriçuar jetët e mira njerëzve kur përballeshin me momentet më të errta. Ja kemi rekordi. Thoshte tan shqiptarëve, nëse s'do ishin ato, s'do kisha sot. Në 10 vite, Fundjavë Ndryshe ka ndërtuar rreth 700 shtëpi dhe ka shpëtuar jetën e mbi 200 fëmijëve, që sot janë histori frymëzimi dhe force. 7 vite më parë, jeta ime dhe 3 motrave të mia ndryshoi përgjithmonë. Humbëm prindrit tanë në një aksident me motor. Shtëpia jonë e vjetër u bë më e zhymë se ç'ishte. Ky fondacion që na zgjati dorën kur ne nuk prisnim asgjë. Na morën prej Dibre dhe na sollën në Tiranë, në një shtëpi të re, një shtëpi që nuk na kujtonte më dhimbje. Fundjavë Ndryshe është kthyer në simbol shprehse në një model unik të bashkimit qytetar. Shqiptarë nga e gjithë bota janë përgjigjur çdo thirrjeje për të ndihmuar, sepse bamirësia nuk të varfëron. Në këtë dekadë kemi parë fëmijë që u kemi rikthyer buzëqeshjen, familje që kanë rifituar dinjitetin, të rinj që janë ringritur duke u dhënë një shans të dytë, të moshuar që marrin vëmendje për kushtim. Ne nuk kemi sjellë vetëm ndihma materiale, ne kemi sjellë respekt dhe ngrohtësi njerëzore. Shqiptarët me zemër të madhe bëhen bashkë për njëri tjetrin duke i zgjatur dorën pa kushte, duke dhënë jo vetëm ndihma monetare, por duke i dhënë forcë e rikthyer shpresën dhe atëherë kur prekin fundin. Arber, Fundjava Ndryshe është një palestër e shpresës, ti je një trajner i disiplinës bamirësisë. Uroj nga zemra që vazhdosh çdo ditë të gjesh forcën për ta stërvitur shpresën. Fundjavë Ndryshe nisi krejt spontanisht si një nismë për të ndihmuar të pamundurit, por sot është një derë e hapur për të gjithë, teksa hapi i radhës i fondacionit është ngritja e shtëpisë të moshuarve, më e madhja deri më tani në vendin ton. Misioni ynë vazhdon. Dhe kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit gjithëve që na ndoqët. Mirupafshim bashkë. Mirupafshim.